Fundi një epoke, kështu klubi i vajzave Luboteni ka paralajmëruar shuarjen e klubit. Sipas tyre, arsyeja e këtij vendimi drastik lidhet me qëndrimin e FFM-s dhe me kushtet e përgjithshme të futbollit, përfshirë edhe ngjarjet jo sportive në terren, të cilat kanë demotivuar njerëzit që e udhëhoqën këtë projekt të suksesshëm. Në reagimin e tyre, Luboteni shpreh zhgënjim të thellë ndaj federatës, duke theksuar se nuk ka vend për projekte të suksesshme dhe investime serioze në futbollin vendas. Pas zhvillimeve të fundit në terren, që ishin gjithçka përveç sportive, si dhe vendimeve të Federatës së Futbollit, u bë qartë se nuk ka vend për ata që investojnë me sinqeritet dhe duan përparim. Humbën të gjithë, humbi Tetova, humbi përfaqësuesja, kemi 10 lojtare të kombëtares, humbi futbolli, thuhet në reagim. Klubi zbulon gjithashtu se kanë ndërshtuar planet për blerjen e një autobusi të klubit, si dhe një projekt i madh për ndërtimin e një qendre servitore me hotel pranë Tetovës në bashkëpunim me një investitor të huaj. Në fund, ata falenderuan futbollistët, si dhe kryetarin e komunës së Tetovës dhe ministrin e sportit për mbështetjen, duke theksuar se lufta me padrejtësi ishte bërë e pamundur.